Rikthehemi në program, atëherë siç ju kam prezantuar që në hyrje të programit sot jemi me mjeken onkologe Esmeralda Sera dhe nutricionisten Olta Qose, të cilat të dyja kanë dhënë mendimin e tyre natyrisht edhe shpjegimin që nga termat, inflamacion dhe deri tek problematikat e rënda që mund të ketë njeriu dhe shkaqe disa prej shkaqeve sigurisht, dhe rëndësia e ushqyerjes. Ne do t'i mësojmë gjithmonë kësaj gjëje këtu në këtë program, stilit të jetesës, mënyrës së të mirë të jetuarit, zgjedhjeve të mira që duhet të bëjmë për një jetë të shëndetshme, duke nisur pra që nga ajo çfarë ofrohet në pjatë deri tek menaxhimi sa më i mirë i stresit, tek gjumi i mirë, tek aktiviteti fizik, nuk lodhemi së përsërituri ndoshta këshilla nga zëra të ndryshëm dhe profesionistë të ndryshëm që vinë në këtë program, vetëm e vetëm për të bërë atë ndikimin ton, sado i vogël, jam e bindur që ka peshën e vet dhe vlerën e vet. Ju lutem të vendosim pak numrin e telefonit për të gjithë ata që duan që të bëhen pjesë e programit, për të bërë pyetjen e tyre për të ftuarat. Ndërkohë po marr pak minuta edhe për një pyetje tjetër për doktoreshën. Një pacient i juaj, çfarë këshillash merr pra përtej trajtimit mjekësor që i takon mjekut dhe i besohet stafit mjekësor? Vetë pacienti çfarë duhet bëj? Patjetër, me thënë të gjitha ato që më shuam dhe pak më lart, vetë pacienti me kancer duhet të vazhdojë jetën në kuptimin e të ushqyerit të shëndetshëm, aktivitetit fizik, duhet të vazhdojë pa çka se mund të jetë diagnostikuar, prap edhe në këtë fazë mënyra se si ai do të vazhdojë përveç trajtimit me ushqimi dhe me aktiviteti fizik ka rëndësinë e tyre. Pra ju ndihmojnë juve në trajtim të zgjedhjeve të kësaj natyre? Të gjitha në kuadër të gjendjes së përgjithshme të pacientit dhe trajtimit. Aktiviteti fizik që ushtrojnë është në varësi të situatës së tyre, një ushqim i shëndetshëm në varësi të situatës së tyre, në varësi se mendoj gjithmonë demoralizimi, të bëhesh pasiv si natyrë, mund të jenë pasoja le të themi të një diagnoze të tillë. Janë pasojat të një diagnoze të tillë, po me një ekip të caktuar, domethënë të mjekut, të psikologut, të dietologut, të gjithëve bashkë, multidisiplinar, patjetër që fillojnë edhe pranojnë dal nga dal diagnozën e tyre dhe vazhdojnë në mënyrën e jetesës, vazhdojnë jetën në mënyrën që e rifilluan. Të pres pak telefonatën, alo, përshëndetje? Përshëndetje, Katerin, si je? Mirë, faleminderit, si jeni ju? Shiko, dëgjova doktoreshe që sa për atë vetë fëmijë, për që kishim marrë vetë ata fëmijë. Po është e vërtet, para sa ditësh këtu, te Klajgja, ishin 3 çuna, kishin blerë vetë, e pinin të 3 fëmijët një nga atë vetin. Pi njëri, pi tjetri. Më kupton? Po, e qartë. Dhe i thash, ku e bletë te marketi, sa? Të vegjël ishin. Ishin fëmijë të vegjël, prapë, edhe ju për këtë po e ngrini se adoleshentët i kemi parë që e kanë bërë këtë shkelje, që nuk është e pranueshme. Po, të vegjël ishte dhe i fola, dhe ku e bletë te marketi. Duhet shtuar kontrolli në këtë rast edhe për këtë mënyrë shitje. Isha të tha që marrin ata fëmijët, po është e vërtet që pinë vetë. Ju falenderoj, faleminderit që e sollët edhe si një shembull tuaj për ata që e shohin pra nga afër këto ngjarje. Fëmijët e kanë këtë, po themi, mundësinë që të dalin kundër rregullave dhe kundër rrymës edhe të gabojnë. Është e vërtet, por ne të rriturit kemi përgjegjësinë nga ana tjetër, duke nisur që nga marketi, kioska, kudo që shiten që të bëjmë atë filtrin e parë, pavarësisht se prindi thash gjithmonë qëndron në vend të parë për nga rëndësia. Alo, përshëndetje? Përshëndetje. Mirë se erdhe, dashur, po. Mirë se gjeta. Desha të pyes mjeket. Më kanë thënë që kam brenda në mitër kam kiste. Po ashtu edhe në tiroide 2 nodu i kam me kiste. A janë të rrezikshëm këto? Çfarë duhet të bëjë zonja? Po, patjetër, mendoj që në rast se mjeku ka thënë që janë kiste, nuk është e nevojshme që të shqetësojeni, thjesht të futeni në protokollin ndjekje në bazë të mënyrës se si mjeku ju ka thënë që të kontrolloheni. Pra, kistet janë procese benigne të organizmit dhe mjafton veç i kontroll për të parë zhvillimin e tyre të mëtejshëm. Po në rastin e tiroides, zonjë, ju e keni bërë ndonjë kontroll më të detajuar? Unë para 10 vjeç kam marrë jod radioaktiv. Në vend të operacionit kam marrë jod radioaktive dhe vetëm 3 vjet i kontrollova.
Edhe më tha, mjekja më tha që ke 2 nodu i ke me kiste. Duhet me thënë, duhet jemi të qartë disa gjëra, sepse ndjekja me që keni marrë dhe jod radioaktiv, atëre situatat ndryshojnë pak, por gjithsesi thelbi është gjithmonë kontrollet e vazhdueshme, ndjekja që u ka thënë mjeku që ju ndjek t'i bëni në mënyrë të rregull kontrollet për të kontrolluar madhësinë e këtyre kisteve apo rishfaqjen e nodujve në qoftë se e keni pasur dhe keni hequr. Është shumë e rëndësishme ndjekja e tyre në kohën e dur që u ka thënë mjeku, pa kaluar afatet. Po ju keni kaluar 10 vjet nga kontrolli i fundit apo e kuptova gabim? Jo, si vjet në shkurt. Si vjet në shkurt. Si vjet në shkurt. Është për ditësim, po themi. Po gjithsesi, unë jam e bindur që doktori, mjekja që ju ka kontrolluar, ju a ka dhënë, po themi, protokollin e ndjekjes apo hapin e radhës që ju duhet të ndiqni që ju të jeni të qeta. Se ndonjëherë ato janë, po themi, kaq protokollare sa ty të jep drejtimin nëse duhet bësh një biopsi, nëse duhet bësh një trajtim jod radioaktive të tjera me radhë, apo edhe në rastin e mitrës. Më ka dhënë vetëm për 3 muaj letra. Kaq. Nuk e kuptova? Më ka dhënë për 3 muaj letrat, por nuk e di çfarë. Letra. Ilaçe. Ju ka dhënë ilaçe. Gjithsesi, ato janë edhe informacione që ju ka dhënë mjeku juaj, por dhe fakti që keni 10 vjet do të thotë që në një farë mënyrë edhe ndjekjet i keni bërë dhe duhet të jeni i qetë në total të gjës. Mirë, presim një telefonat tjetër. Faleminderit shumë zonjë. Faleminderit, e meqense ishte rasti i tiroides, edhe ushqimi luan një rol të rëndësishëm sa i përket tiroides, edhe pse problematikat që mund të ketë tiroidja janë të ndryshme. Unë vetë jam Hashimoto. Hashimoto, gjithashtu pra ka disa variante. Po abuzohet pak me tiroiden. Pse? Po abuzohet pak nga ana nutricionale. Do me thënë, në heqje vëmendje gjëras që nuk është se kanë një bazë shkencore. Po abuzohet, do me thënë, po hiqen shumë shpesh, shikoj glutenin që në fakt është vetëm për pjesën e celiakisë, smundja kur mjeku gastropatolog përcakton që ke një hipersensitivitet. Nuk është se hiqet a priori. Pra, Hashimoto në veçanti që është autoimune, bashkohet me autoimune tjera dhe është një gjë. Po në rasti unë për shumë kam vetëm atë, nuk kam gjë tjetër. Nuk kam pse të heq gjëra kot, sepse pastaj heqja ushqimeve shoqërohet dhe me karenca tjera. Pra nuk ka një reduktim ose një dietë të caktuar ushqimore për Hashimoto? Dieta mesdhetare. Vetëm nëse ke vetëm atë, nëse bashkohet edhe me smundje tjera, me një gastrit autoimun, do shikojnë rast pas rasti, sepse ajo bashkohet zakonisht, nuk ecën e vetme, pra unë jam pak po mirë pres të tjera, se për momentin ka vetëm atë, po do me thënë e qoftë se është e vetme, nuk ka arsye pse pacientit heqi. Se dhe heqja shkakton shumë stres në vetë. Shumë, po, në tërësi, pra, ushqimi që ne duhet të edukojmë veten tonë për të ushqyer shëndetshëm është proces i vështirë. Pikërisht. Them të drejtën. Unë jam e sinqertë. Të heqim gjëra që shkenca nuk e ka dokumentuar që t'i heqim, është gjynaf, domethënë. Ka telefonat tjetër, ta mirëpres? Më falni. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, dhe flisja pak me doktoreshën. Po, ju dëgjojmë. Të emisionin, faleminderit. Përshëndetje. Ju lutem dëgjoni nga telefoni, jo nga televizori, e ulim pak volumin e televizorit. Jemi drejt për drejt, po ju dëgjojmë. Po, faleminderit. Unë kam bërë 2-3 herë vizita këtu në Durrës, se jam nga Durrës si zonjë, edhe nuk më nxirni ndonjë problem kështu me fjalë gjëra kalimtare kështu, jo afte, jo gjëra kështu. Kur mora disa kura, 3-4 kura, dhe kur shkova në Itali që bëra analizën atje, më doli stafilokok. Më dhanë antibiotik, më filluan njëherë me vitamin B12, pastaj më dhanë antibiotik, u qetësova 1-2 muaj, erdha në Shqipëri, u qetësova 1-2 muaj, dhe tani kam prap shenja, më dalin si futka kështu poshtë gjuhës, në për kështu pjesët e dhëmbëve, në fyt, dhe më shqetësojnë shumë. Doja të dija pak për këtë stafilokokën ose ushqimet, ndoshta ndonjë ushqim më bëm dëm, nuk e di çfarë mund të më sugjeroni. Po, faleminderit, po. Faleminderit. Përsa i përket stafilokokut, ne folëm edhe sot në përgjithësi që për sëmundjet kronike, do me thënë që janë disa sëmundje që janë kronike, dhe në rast se juve ju është rikthyer përsëri, do me thënë e njëjta simptomatologji,
do të thotë që ndoshta po kaloni dhe një periudhë kronike dhe duhet përsëri rikontroll, ndoshta dhe po e njëjti protokoll për rifillimin përsëri të kurës apo trajtimeve që keni marrë dhe më para, dhe në varësi dhe të shkaku që ju ka nxjerrë mjeku juaj. Pra si duket juve jeni futur në një situatë kronike të saj dhe doni një rikontroll dhe një riterapi ndoshta të re të situatës. Nëse është në situatë kronike do t'jetë e përhershme kjo? Situatat kronike janë të përhershme në trupin tonë. Pra do t'jetë një terapi të përhershme. Në përgjithësi varet dhe nga kur sëmundja bën flare-up, themi ne, kur rishfaqjen e saj prap, domethënë, si çdo sëmundje kronike, siç kemi hipertensionin, siç janë sëmundjet kardiopate, disa sëmundje janë gjithmonë bashkëshoruse me ne dhe varet kur bëjnë flare-upin, domethënë kur bëjnë rishfaqjen e tyre në deri ku mund të shkojë stafilokoku? Gjithandej, me thënë, nuk është se mund të jetë në të gjithë pjesë pra mund të rëndohet, mund të ndryshojë, mund të shfaqet, zonja thotë ka lokale, po mendoj që duhet të ribëj përsëri protokollin e rikontrollit dhe të medikamenteve. Pra të mos e lër? Jo, të mos e lër, të vazhdoj më tej situata, po të rikontrollet prapë. E qartë. Ju falenderoj. Faleminderit shumë që ishit këtu. Faleminderit. Përshëndetje me të gjithë, takohemi nesër në Shije Shtëpia.